ne me blokad Albin Kurtin sujna me dëmtu. Nëse dojnë Albin Kurtin me dëmtu, ne do të me lo me qeverisje, sepse qytetarët për lypen dhe vetëm me qeverisje, me kualitet qeverisjes, me opozitarizm, mund është me dëmtu për me rritë partin, ju me që qasë, unë mendoj që është e gabume. Në ashtu mund të kem mendim të gabume, por dhe përgjigje, pa tjetër, pastaj shumë të pika 2 dhe 3. Pika 2, urdhro. Mendime ndryshe gjithmonë janë të mirësohet në demokraci, por realisht për mi mbrojtje të mendime ndryshe, edhe Partia Demokratike e Kosovës ka dashur mi mbrojt mos me ardhë që shteti i Kosovës bëhet shtet autoritar. Dhe mos bëhet një shtet i cili vendos pozita e kryeministrit edhe ku me shku presidenti, çka me hangër, çka me pi, edhe çfarë takimesh me mbajt. Edhe pikërisht Kurti ka dashur këtë lloj presidenti. Dhe na, si Partia Demokratike e Kosovës, në mënyrë uniforme ndihemi kundër kësaj qasje dhe besoj që e mbrojna kushtetutën e vendit kur ata mas shumë të e kanë luftu edhe shtetëformimin e Kosovës, edhe pavarësinë e vendit, ku i kanë gjuhët me Molotov, ku ka pas edhe akte shumë të dhënshme në institucionet e vendit, dhe sigurisht që ne si parti në tërësi nuk kemi besueshmëri